Ne, ekipi i Skytech, jemi krenar që jemi pjesë e listës ndërkombëtare të prodhuesve të dronëve në botë. Përshëndetje, jam Arvi Bamllari, themelues i Skytech. Jam një supermarkës teknologjie, një pilot dronësh me pasion për robotikën, dronët dhe inteligjencën artificiale. Skytech lindi në vitin 2020 në periudhën covidiane. Ideja fillestare lindi mes një diskutimi mish, mes një trafiku dhe kaosi në Tiranë, si mund të gjenim një zgjidhje me anë të automatizimit dhe digitalizimit. Ktu ishte shkëndija e parë që si mund të përdoreshin dronët në pjesën e infrastrukturës, mbrojtjes apo sigurisë. Nga ai moment, unë fillova të kërkoj më tepër mbi dronët, aplikimet e tyre, teknologjinë dhe të krijoja ekipin tonë të parë të Skytech. Skytech prodhon dronët e parë në Shqipëri. Ne ofrojmë zgjidhje, shërbime, personalizime dhe trajnime për dronët. Industri të ndryshme si infrastruktura, energjia, bujqësia, siguria publike dhe mbrojtja. Në vitin 2022, skuadra jonë krijoi dronin e parë shqiptar, S100, i cili përdoret për fushën e mbrojtjes, për survejancë dhe për misione taktike ushtarake. Ai është i pajisur me një sër veçorisë që mund të konkurrojnë edhe në tregjen ndërkombëtare. Tashmë jemi në variantin e tij të tretë dhe Skytech po punon fort që të krijojë edhe modele të tjera dronësh. Përveç kësaj kemi krijuar inteligjencën tonë artificiale, një platformë cloud që merret në analizën dhe procesimin të dhënave të dronëve. Brenda 2 viteve të ardhshme, Skytech ka në plan që të fillojë prodhimin masiv të dronëve të prodhuar në Shqipëri, të cilët do të përdoren për mbrojtjen e vendit tonë dhe të vendeve aleate të natës. Dhe sot, ne, ekipi i Skytech, jemi krenar që jemi pjesë e listës ndërkombëtare të prodhuesve të dronëve në botë.